Tani nuk e kuptoj pse duhet ta merrte këtë kufjen me vete, nuk e mora vesh, po nes. Tani Zeqine, ngjo pak tani. Unë sinqerisht kam dëshirë që ti të flasësh këtu jo një herë, jo dy herë, po 20 herë. Sepse nëse ka një provë, për shembull, të degradimit të sistemit arsimor, të nivelit apo të standardit institucional dhe të politikës, je në mendimin tim, pavarësisht çfarë thot kjo opozita që nuk pëlqen ty, me këto prova që nuk bëjnë, po prova jonë më e pastër, më e qartë, më e vërtet e degradimit që ka ndodhur në arsim, që ka ndodhur në institucione, je ti. Ti je, dhe po them, kam edhe një ankesë nga disa miq, kam dhe një ankesë nga disa miq se unë kam ca artist. Zoti Balliu. Shpeshe nuk po e shikojnë. Zoti Balliu, të heq vëmendje. Çka ke? Po shumë mirë. Jo, e kam. Shumë mirë, shumë çfarë do? Zoti Balliu. Çfarë do? E para, kur i drejtohesh kolegës, do t'i drejtohesh siç e ka emrin. Dhe transformimet e emrave, ju lutem. Ju morzojnë ka Zeqine emrin. Hera e fundit o zonjë, që ju për ty që tentoni që të ndryshoni emrat e kolegëve. O zonjë, mos ma ndërprit fjalën e para. Unë ta ndërpres fjalën se Jo, s'ma ndërpret dot fjalën. Kur mbaroj unë, lutem, kur të mbaroj unë fjalën, respekto kolegët në parlament. Jo. Respekto kolegët. O zonjë, edhe herë, ti respekto kolegët, unë i thirra emrin zonja, kontrolloja pasaportën, e ka Zeqine. Shkam shpikun emrin, ja kanë vonë ata, vetët. Se ja kanë vonë unë emrin, o zonjë. Tani, a mund të vazhdojmë? A mund të vazhdoj? Të vazhdojsh duke zbatuar rregulloren, pa ofenduar kolegët. Nuk ofendohen gja ku ka birnane që i ofendon këta. Tani, në këtë aspekt duhet ngrihet një shqetësim. Shumë nga emisionet humoristike që kemi pasur ne, që i ndiqnin qytetarët shqiptar, tani i kanë zëvendësuar duke dëgjuar ty dhe ja 2-3 tjerë këtu, i zëvendësohen dhe po ngelen pa punë artistët dhe humoristat. Se në vend Portokallis e në vend të tjerave vjen ditë shtunë e ditë diele fjalimet e tua dhe disa tjerëve. Kështu që Lubis bëjt fala, e vërtet është na ka marrë malli shumë ta shikojmë, se nuk e di t'ja e shikon më, na ka marrë malli shumë dhe me zi e presim të na japin edhe pak llogari për ato që kanë bërë, po kam gjuhë që ka dhe disa tjerë që me zi e presin. Përfshi edhe këtu tek grupi jot. Faleminderit. Zoti Balliu, e përsëritur nga ana juaj dhe e keni të pamundur që të ruani etikën me kolegët. Ju lutem shumë, të jetë hera e fundit, sepse etiketimet tuaja janë totalisht jashtë kodit e etikës dhe në shkeljet rregullores. Rast keni të njëjtin refren, në çdo rast e njëjta politik e vjetër, zhurma. Dhe ironia më e madhe, dini se kush është? Po flasim për ato zona që për vite me radhë keni arritur të mbijetoni nga pak. Po flasim për Shkodrën, për Lezhën, për Fushkrujën, Shëngjinin, po flasim për qytetarët tanë, po flasim edhe për ata pak demokratët tuaj tani që ju kanë mbetur në këto zona. Po flasim për njerëzit që nuk duan politik me energjin, por energji në shtëpitë e tyre. Po flasim për familje që kërkojnë një gjë shumë të thjeshtë, dritë pa ndërprerje. Por për ju edhe energjia elektrike kthehet në debat politik. Për ju edhe transformatori bëhet debat, edhe në stacioni bëhet konflikt, edhe investimi bëhet problem. Ju nuk jeni në anën e zgjidhjes, ju nuk jeni në anën e qytetarëve, jeni në anën e bllokimit të çdo gjëje që ecën përpara. Jeni në anën e zhurmës, por zhurma juaj nuk i ndalon dot projektet për Shqipërinë europiane. Ju mund të jeni në të shkëlqyer në ato zhurmë që bëni, por zhurma nuk dalon dot Shqipërinë në rrugën e saj. As zhurma, as tymi, as ajo revolta, as ato goditje që ju bën ti atyre punojësve të policisë së shtetit, i ka mbijetuar Shqipëria këtyre, i ka mbijetuar edhe atit gërdecit tuaj, me kohë të tëra me radhë, dhe për këtë mbijetesë Shqipëria e ka treguar në 11 maj. Prandaj, ky është një projekt i rëndësishëm për atë zonë.
Ajo zonë ka nevojë për përmirësime dhe ju përpiqeni me çdo kusht t'i bllokoni, por nuk e arrini dot të nderuar, sepse sa më shumë përpiqeni t'i ndaloni, aq më shumë Shqipëria ecën përpara. Dhe qytetarët tanë këtë e kuptojnë shumë mirë. Ata nuk kanë nevojë për debatet tuaja, ata kanë nevojë për një gjë shumë të thjeshtë: energji të qëndrueshme, shërbim të mirë dhe shtet që funksionon. Qytetarët e dallojnë shumë mirë kush ndërton rrjet elektrik dhe kush ndërton rrjet zhurme, i cili nuk mbaron kurrë në këtë sallë dhe nuk ka për të mbaruar ndonjëherë sa t'jetë Sali Berisha edhe këta bukuroshët. Me ose pa këta bukurosh, Shqipëria do të vazhdojë përpara. Tani, nderuar bukurosh, eja këtu dhe bëja replikën tënde që ta ka sjellë ChatGPT-ja. Lutem, truaj me tikën.